Merrni vetëm 10 gjethe nga hithra dhe jepni lam të mirë çdo problemi, ja si t'i përdorni. Hithra të përvelon që në prekën e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur të heqësh dorën prej saj. Në vendin tonë, përdorimet të shpeshta gjen mbushja e gatimit të byrekut, por edhe e zjerë në formë sallate. Hithrat janë përdorur ndër shekuj për të trajtuar simptomat e alergjisë, veçanërisht ato të shkaktuar nga pluri ose edhe poleni. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë edhe në falimentimin e farmacive. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo që duhet të dimi është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilazhet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por mund t'jap përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe problemeve të sklerozës. Për më tepër, kjo bimë përdoret gjithashtu edhe për të luftuar zbokthin, për të hequr problemet e yndyrës së tepërt nga floku. Gjermania hithrën e shet si bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjithësisht edhe kundër problemeve inflamatore. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren shumë kundër problemeve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë dhe problemeve të alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren si receta natyrale kundër rrënjes së flokut, cikleve femërore, hemoroideve, ekzemave, dhe nëse vendosni hithra në gishta ose në zona të tjera të prekura kryesisht nga problemet e artritit, dhimbja mund të qetësohet deri në 85%, citon Elthisaj. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga kjo bimë janë të shumta dhe si të tilla mund të luajë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e shëndetit. Sipas Eating Well, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin tuaj imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lehtëson problemet e alergjive. Hithra ndihmon gjithashtu edhe në rastin tuaj kundër problemeve të diabetit. Hithra është një bimë e cila mund të forcojë edhe shëndetin tuaj. Çlironi nga simptomat menstruale dhe fryrja e barkut si pasojë e menstruacioneve me përdorimin e hithrave. Hithrat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kundër gurve në veshka dhe të ndihmojnë në shkarkimin e ujrave të tepërt dhe të ulin gjithashtu tensionin të lartë të gjakut. Shtimi i kësaj bime në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në ndihmë më të mirë kundër problemeve respiratore. Ajo zvogëlon inflamacionet, ulë riskun e problemeve të prostatës dhe mund t'jap gjithashtu përfitime të mira në ndihmën e shëndetit. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë edhe në situatën tuaj kundër problemeve të diarres. Hithra ndihmon me sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacionin. Duke u përdorur si larës për gojën, mbroni dhëmbët nga probleme të shumta. Ndihmoni në trajtimin e problemeve të Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera nervore. Shkatroni krimbat e zorëve dhe parazitët. Mbroni shëndetin e tiroides, shpretkës dhe të pankreasit. Mjafton të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se ta bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sepse hithra nuk është e përshtatshme për të gjithë personat. Ajo mund të ndikojë nëse jeni duke marrë një sër medikamentesh që mund të trajtoheni. Është provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe në të njëjtën kohë dhe pini lëngun e hithrës, atëherë niveli i rrahjeve të zemrës, tensionit të gjakut dhe sheqernave në gjak do të ulej ndjeshëm. Nëse e përdorni hithrën si trajtuese të shëndetit, nëse merrni medikamente, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në menun ose në trajtimet tuaja që mund të keni. Hithra është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime. Për sa kohë konsumohet me kujdes dhe në formën e saj natyrale, vlera do të jenë të shumta. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore për shkak të efekteve të saj pozitive në lehtësimin e disa komplikacioneve. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut të sëmurët me anemi. Këshillohet që gjatë kësaj kohe, ajo mund të përdoret shpesh në recetat tuaja ditore dhe t'jap gjithashtu rezultate të shumëpritura për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre.
Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi dhe në prodhimin e lëngut të thithit. Për këtë këshillohet gjithashtu në dietën tuaj përdorimi i hithrave. Një ndihmë të veçantë jep kjo bimë edhe në rastin e alergjive të shumta dhe trajtimin e komplikacioneve. Ajo është e mirë kundër problemeve të veshkave dhe problemeve reumatike. Përdoreni hithrën në recetat tuaja ditore dhe ndikimi në organizëm do të jetë i menjëhershëm i shumëfisht dhe do të parandaloni komplikacionet. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet për ata persona të cilët kanë probleme me arritjen e ngadalë të flokut. Ndaj përdorime të tilla kjo bimë do t'i jap gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të flokut. Hithra është një tonik shumë i rekomanduar për organizmin tuaj, sidomos nëse vuani nga problemet e kolitit dhe problemet e zorrës së trashë. Përdoreni atë në formën e çajit dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslënse. Por duhet të tregoni edhe kujdes. Efektet anësore të hithrës janë ende të panjohura për shumicën e përdorimeve, por është thelbësisht e dëmshme të përdoret te personat që kanë akumulime ujore, si pasojë e aktivitetit të kufizuar fizik. Gjithashtu, problemeve të veshkave, të zemrës, pasi është një çaj që nxit largimin e ujit të tepërt nga trupi. Hithra është ndër bimët më të njohura të vendit tonë dhe përdorime të tilla të veçanta të saj mund të jenë gjithashtu alternativat më të mira në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndërsa mjekët popullore këshillojnë gjithmonë hithrën në dietat tuaja, ajo duhet të përdoret me kujdes në mënyrë që përfitimet e saj të jenë vërtet fantastike. Gjethet e hithrës përmbajnë karbonat, acid amonik, tanine, acide formike. Gjithashtu ato përmbajnë klorofil, karoten, vitaminë B2, A, C dhe K, acid pantotenik, kriprat të potasiumit, silicit dhe të tjera. Histamina dhe serotonina të cilat ndikojnë ndjeshëm në shëndetin tuaj. Këshillohet si mjet diuretik i lehtë në edema, në pezmatime dhe rrugët urinare dhe në reumatizëm. Vepron si një mjet ndihmës kundër problemeve të mëlçisë dhe të tëmthit, por gjithmonë nëse doni ta përdorni si mjet trajtues, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj në mënyrë që të evitoni gabimet në përdorim. Kjo bimë është unike kur bëhet fjala për pastrimin e organizmit dhe sjelljen e rezultateve pozitive në mbrojtjen e trajtimit të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i hithrës në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtës efektiv të shëndetit dhe parandalues të problemeve. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore. Kjo për shkak të efekteve të saj pozitive që ka në lehtësimin e disa komplikacioneve. Përdorimet të mira hithra i jep edhe në lehtësimin e alergjive të pranverës dhe lehtësimin e inflamacioneve të tilla. Një ndihmë të madhe hithra jep edhe falë vitaminës A dhe vitaminës C që ajo e posedon në nivele shumë të larmishme. Sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslënse edhe në dobi të vlerave të shëndetit. Hithra është një bimë barishtore, me një kërcell në gjethet e saj të dhembëzuara me një pushtë të imët djegës dhe që përdoret si bimë mjekësore ose për ushqim ose për çaj. Të gjithë ne shqiptarët e njohim një gatim të kësaj bime, e cila është vërtet mbreslënse edhe në shëndetin tonë. Edhe më herët hithrat janë përdorur për të trajtuar disa probleme shëndetësore. Megjithatë, ekspertët tregojnë se duhet të jeni të kujdesshëm edhe për të mos e përdorur më shumë se sa duhet, në mënyrë që rezultatet e saj të jenë mbreslënse për shëndetin. Sipas ekspertëve, hithrat përdoren përshekuish për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga poleni ose pluri. Ndaj përdorimet të tilla të kësaj bimës do të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore. Ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por gjithashtu do të sjellë përfitime mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni ta përdorni atë me kujdes dhe ndikimi që hithra do të ketë në shëndet do të jetë i shumëfisht i menjëhershëm dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.